Në organizim të SHVL-UÇK-s në fshatin Selc të Tetovës u shënua 25 vjetori i fillimit të luftës së ushtrisë çlirimtare kombëtare në vitin 2001 nga Brigada 112 Mujdin Aliu. Me këtë rast, komandant Qela Hazbilika theksoi se çdo vit në këtë vend përkujtohen dëshmorët dhe sakrifica e tyre për lirinë dhe të drejtat e shqiptarëve. Sot jemi këtu për të kujtuar veprën dhe dëshmorët e kombit, pikërisht ata që ranë për të ardhmen tonë, ata që dhanë jetën për ne, dhe ata që dhanë gjithçka duke u përpjek që këtë tokë ta vendosë i cili nuk do të shkatërrohet kurrë. Mesazh para të pranishmive përcolli edhe komandant Beni nga Kosova, i cili foli për rëndësinë e unitetit dhe respektit ndaj dëshmorëve të luftës. Komandanti i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë lirimtare kombëtare zoti Ali Ahmeti, i nderuari komandanti i brigadës 112 Mujdin Aliu zoti Hazbilika, të nderuar veteran, të nderuar të pranishëm. Jemi sot këtu me 25 vjetorin e krisës së parë të lirisë, së bashku me familjet e dëshmorëve, bashkëlutetar, qytetar të shumë, për të kujtuar fillimin e një rezistence të armatosur me malësinë e shoqë. Të trimruar nga ata që na frymëzuan, ne patëm fatin të ishëm pjesë e njësive të ushtrisë lirimtare kombëtare, ku i pam djemt dhe vajzat më të mirë të vendit në mënyrë vullnetare të dalën nga xhiri i popullit, ju bashkuan rreshtave të lirisë me guximin dhe vullnetin më të madh në mbrojtje të vendit dhe të drejtave të tyre që u takojnë. Të pranishmit patën mundësi të ndjekin edhe një program artistik me motive patriotike i organizuar në nderim të përvjetorit të fillimit të luftës. Në këtë ceremoni përkujtimore morën pjesë familjarë të dëshmorëve veteranë të luftës, personalitete të ndryshme dhe qytetarë të shumë. I pranishëm ishte edhe lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti.